Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish kanë kërkuar nga presidenti Gjorge Ivanov që ta tërheqë vendimin për falje, të cilin e bëri të ditur më 12 prill. Sipas SBA-ve, kjo sepse shkakton shqetësim dhe pamundësi për organizimin e zgjedhjeve kredibile. Drejtoria e State Departamentit Elizabeth Trudeau në pyetjen se si e sheh administrata e SBA-s shpërsimin e krizës politike në Maqedoni, e cila ka shkaktuar protesta masovike, ajo tha: "Ne dhe Bashkimi Evropian e treguam shqetësimin ton për rëndësinë e zgjedhjeve kredibile në Maqedoni. Koha është e shkurtër, ka mbetur edhe shumë për të bërë. Fuqishëm kërkojmë që presidenti Ivanov ta tërheqë vendimin dhe t'i lejojë prokurorisë speciale dhe gjykatave ta kryejnë punën e tyre." Mediat botërore pasi u bë qartë se do të anulohet takimi liderëve në Vjenë, prej disa ditësh shkruajnë se BE-ja shqyrton mundësinë për sjelljen e sanksioneve ndaj anëtarëve udhëheqës të partisë në pushtet VMRO-DPMNE, duke mos e përjashtuar edhe mundësinë për ndalim të udhëtimit dhe ngrirjen e pronës. Vendimi i tillë ende nuk është sjell, megjithatë qëndron si opsion. Të gjithë 28 vendet anëtare të BE-s do të duhet një zëri të pajtohen për të sjellë masat e tilla.